Jetë fare mirë që kur godet Trump, godet shkurt, shpejt dhe e kryen punën. Ai ka thënë qartë azi që nuk është në interesin e tij që të ketë luftra të gjata, sepse i ka ato armët që bota vetëm mund t'i ndrojë. Nuk do të ketë luftë të gjatë sipas mendimit tim. Mund të ketë krizë globale, ekonomike, si që tha profesori Lutfi, aty nuk ka dyshim, sepse në atë ngushticën e Hormuzit gjendet një ishull tepër i vogël, por jashtëzakonisht me rëndësi të madhe, që quhet Kaipa. Mu aty ndalen, domethënë, tankerët, kompanitë e sigurimeve vetë se janë tërhekur që ta bëjnë të sigurimin në rast lufte, dhe kjo është ajo që ka vënë presidenti Trump. Domethënë, e tha edhe profesori Lutfi që jo, sepse nuk zgjat shumë, godet sakt e shkatron atë çka është për të shkatruar. Mirë po ajo kriza e brendshme do të vazhdoj derisa të vijë një establishment i ri, kurse të përqendrohem tash vetëm një minutë lutem në Republikën e Kosovës. Establishmenti politik atje në Serbi që është i kontaminuar, nuk duhet të haroj vetëm sa për qytetarin po e përmendi, sepse unë e kam përmendur